Çfarë cilësie Bartësi i listës merr pjesë në aktivitetet e komunës, për çfarë është i angazhuar ai në komunë dhe si kontribon për komunën e Tetovës, megjithëse ai është kandidat për Bartës listës nga Vlenë për zgjedhjet lokale. Edhe pam se kishte marrë pjesë edhe në disa takime që realizohen në komunë, duke ndarë mirënjohje. Si arsyetoni këtë? Ai është bashkëpunëtori im i afërt, ka qenë edhe në të kaluarën dhe do vazhdoj të jetë. Tani më edhe unë jam kandidat për kryetar komune dhe njëjtën kohë edhe kryetar i komunës, edhe ai është bashkëpunëtori im i afërt që bën shërbime të ndryshme, domethënë angazhime të ndryshme në komunë dhe sigurisht që është edhe Bartës i listës së Vlenë. Mirë, si e bëni dallimin midis aktiviteteve partijake dhe atyre që janë institucionale, sepse fushata ende s'ka. Gjithë aktivitetet të cilat janë brenda orarit të punës janë aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me shërbimet që i ofron Komuna e Tetovës. Jashtë orarit të punës janë aktivitetet partijake. Për çfarë konkretisht është i angazhuar Bartësi i listës në Komunën e Tetovës? Ka ndonjë kontratë pune ose si? Po sigurisht që ka kontratë pune, po në këtë rast kontrata e tij është pro bono, pa pagesë.